Skuadra e Vllaznis pritet të afrojë një tjetër emër të ri në repartin e mbrojtjes. Nga burimet e Star Plus mësohet se bëhet fjalë për qendërmbrojtësin bosnjak, 1,89 metra i gjatë, Jasmin Çeliković. Futbollisti i paraditën e së mërkurës ka kryer vizitat mjekësore dhe me sa duket gjithçka ka shkuar mirë, teksa tashmë gjasat janë që ai të bashkohet me Kuqeblut. Aktualisht ai ndodhet në ambientet e stadiumit Loro Boriçi, ku po diskuton me drejtuesit detajet e fundit të kontratës, e cila sa mësohet nga burimet të Star Plus, do të jetë deri në fund të sezonit. Çeliković është rritur te Torin të Rijekës, ndërsa më pas ka luajtur në ekipe si Rijeka, Inter Zapresic, Zrinski Mostar, Zeliensničar, Akmat Gronzi në Rusi, Panteolikos në Greqi dhe së fundmi ka qenë pjesë e Kuper në Sloveni. Ky pritet të jetë një përforcim i rëndësishëm për skuadrën shkodrane, e cila me këtë afrim synon të rrisë cilësinë e Prapavijës.